Jo çdo herë është kjo estetike, është shumë shëndetësore. Ka raste kur nuk është puna vetëm te pamja, është puna edhe të vështirësitë në frymarrje, të vështirësitë në të gëlltitur, në të përtypur, e të tjera probleme. Po, se do thotë ekzistojnë shumë funksione të cilat, të gjitha funksionet orale, frymarrjat, folurit, përtypja, gjithë ndikojnë, domethënë janë pjesë përbërëse dhe ndikojnë domethënë gjitha këto funksione, që përmendet frymarrja orale, është shumë e rëndësishme fillimisht çdo pacient ortodontik, ortodonti konstaton fëmia ka një frymarrje normale përmes hundës, apo për frymarrje jo të rregullt përmes gojës. Të gjitha rastet të cilat konstatojmë se fëmia nuk ka një frymarrje të rregullt, atëherë udhëzohet te mjeku specialist i otorinolaringologu, ku ai shet pse shkakun e frymarrjes orale, a ka të bëjë me ndonjë rrugë të frymarrjes, ndonjë problematikë të rrugëve të frymarrjes, apo thjesht ndodh disa raste i cili vetëm është ves i pacientit. Atëherë nëse është vetëm ves, atëherë mund të trajtohet, ekzistojnë disa aparate të thjeshta, interceptive, të cilat do thotë rregullohet kjo frymarrja orale si ves. Nëse është ka të bëjë me problematikat respiratore, sigurisht largohet shkaktari. Kur rëndësia e frymarrjes përveç tjera aspekteve tjera shëndetësore ka rëndësi sepse në kushte normale pozita e gjuhës është në qiellës, sepse zhvillimi i noflës së sipërme mundësohet nga ekuilibri në mes të muskujve të jashtëm, të faqës dhe buzëve, dhe nga muskuji i brendshëm, në këtë rast të gjuha. Në rastet e frymarrjes orale, gjuhën e keni të pozicionuar në dyshemet të gojës. Dhe në këtë rast vjen në shprehje vetëm veprimi i jashtëm, i muskujve të jashtëm, dhe nuk ka kundër efekt nga veprimi i gjuhës, dhe si rezultat i kësaj nofla e sipërme është e ngushtë, e pa zhvilluar, mund të shfaqet kafshimi i kryqëzuar, pastaj këta fëmijë mbajnë gojën hapur dhe si rezultat i kësaj nofla poshtme rrotohet poshtë dhe mbrapa, kanë fytyrë më të zgjatur, profile konvekse, do të gjitha janë këto problematika të cilat duhet të trajtohet sepse ndikojnë negativisht në rritjen dhe zhvillimin e noflës. Në këtë pjesë a hyn edhe dëmtimet spontane, si me thënë rrëzimi dhe thyrja e dhëmbit? E ceka një rast që kur dhëmbët e sipër janë më përpara, atëherë duhet të trajtohen, se kanë predispozitat, janë më të qitur jashtë, kanë predispozitë të lëndohen për trauma dentale. Për këtë arsye do të trajtohen. Rastet kur dëmtimet, ato është pjesa e konservative që mirë, domethënë pjesa e estetikës, është në atë formë.